peshores. Shenja e peshores është në një javë pozitive. Komunikimin e kanë vërtet shumë efektiv, sidomos me partnerët e tyre. Këto ne kanë ndaluar tek shtëpia e tyre 5, që domethënë shtëpia e tyre fatit dhe lidhjeve të reja. Kjo është edhe diçka pozitive, por është edhe diçka negative, po them anë negative si fillim, mund të bëhen shumë edhe bardhë dhe zi dhe mund të kemë më tepër besim se çfarë duhet tek fati i tyre ose tek paraqitja e tyre në disa raste. Sidomos për sa i përket çështjeve ose temave personale, dhe kjo mund të bëjë ata që të mos përkushtohen sa duhet në lidhjet e tyre aktuale, ose të mos përkushtohen sa duhet ose të bëjnë punën që nevojitet për të krijuar një lidhje të shëndetshme. Por duke qenë se Plutoni nuk lejon gjëra të tilla, kjo do të thotë edhe sfida vërtet shumë të mëdha. Në qoftë se bëjmë të kundërtën, pra perceptojmë mirë se cilat janë gjërat që duhet të bëjmë, si duhet të veprojmë që të kemi një lidhje të shëndetshme, por që në peshores kjo është një javë vërtet shumë pozitive. Kemi një rritje shumë të madhe në mirëqenie, një rregullim të dukshëm në vendin e punës, në marrëdhëniet që kemi tek vendi i punës, domos me prorët tanë. Është një javë në të cilën komunikimi i tyre mund të jetë shumë efektiv për zgjidhjen e problemeve që mund të kenë qenë të zgjatura dhe për marrjen e drejtësisë. Kjo është një drejtësi edhe hynore, është një drejtësi edhe njerëzore për shenjën e peshores, zgjidhjen e problemeve të çështjeve të cilat nga ana ekonomike, po flas më tepër. Ndërkohë që mund të kemi edhe zgjidhjen e problemeve që kanë në lidhje me dokumentat për jashtë shtetit, në këtë rast edhe pasaportat e shërbëjshme, ose nëse kemi marrëveshje të cilat kemi dashur ta bëjmë për një kohë të gjatë me personat ose me një firmë që ekziston në jashtë shtetit ose kemi ka rënë jashtë shtetit, kjo është një javë shumë pozitive. Është një javë pozitive edhe për të trajnuar, për të zgjeruar kuptimin tonë. Në të njëjtën kohë është edhe shumë pozitive për të krijuar lidhje, qoftë të reja, qoftë edhe për të rregulluar marrëdhëniet që kanë në lidhjet e tyre aktuale. Këshilla për shenjën e peshores është që kësaj jave të mos bëjmë shumë teka, pra të mos bëjmë shumë naze me personat që kemi përballë dhe të fokusohemi tek zgjidhjat. Jemi peshorët më diplomat në marrëdhëniet tona, sepse kjo do të na ndihmojë vërtet shumë për të krijuar një mirëqenie shumë më të shëndetshme. Këto janë tematika që prekin individin, dhe individi, ata që janë tek shenja e peshores, qoftë ata që kanë diellin, qoftë ata që kanë ascendentin, që asaj jave kanë një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv, por siç e përmenda është komplet në dorën e tyre.